Shqipëria do të përballet sot kundër Serbisë në Air Albania, një rivalitet i madh kundër serbëve. Dhe dëshira jon është e madhe për të fituar, ndërsa edhe në Europianin e Gjermanisë, thirrjet kundër Serbisë, pavarësisht se nuk luanim kundër tyre, kanë qenë të shumta. E teksa i afrohemi takimit, vetëm në ditën e ndeshjes, situata është e nxehur, por përpara saj ka qenë shumë e qetë. Ka edhe shumë persona në Shqipëri, ashtu si edhe në Kosovë, që marrin drejtimin e gabuar dhe në fakt gëzojnë vetëm armiq tanë. Njëri prej tyre ishte edhe një taksist i cili quhej Enver, i cili ka shoqëruar drejt hotelit në aeroporti Nën Tereza disa gazetar serb. Informer ka bërë një reportazh të shkurtër duke treguar edhe fjalët e thëna nga taksisti shqiptar, të cilat ishin për hir të së vërtetës skandaloze. Ai ka bërë një ndarje mes shqiptarëve duke i treguar gazetarëve serb një realitet komplet tjetër, pasi sipas tij shqiptarët e Shqipërisë nuk janë fare të prekur emocionalisht nga kjo ndeshje, por vetëm ata të Kosovës. Këto ishin fjalët e shkruara nga media serbe Informer, që nga ulja në aeroportin Nën Tereza në Tiranë, gazetari Informer u bind për mikpritjen dhe qëllimet e mira të shqiptarëve. Kështu, me asnjë gjesë vetëm, kur dëgjuan se nga po vinim, nuk treguan as edhe një grims qëllimi të keq. Ose Zoti na ruajt më shumë se sa kaq. Përkundrazi, shoferi taksis Enveri gjatë rrugës nga aeroporti në kryeqytetin e Shqipërisë për në hotel, tha se shqiptarët nuk kanë asgjë kundër serbëve, por se gjakrat e këqija ndizën nga Kosova, nuk do të mungoj asnjë fije floku në kokë. Do e shohësh mik, ta garantoj këtë, tha Enveri për median serbe Informer në bisedën e bërë në mënyrë konfidenciale me gazetarët serb. Mëtej, Informer vazhdon duke treguar serbëve një panoram nga ndeshja që i pret në Air Albania. Policia shqiptare ishte në detyrë gjithë natën para ndeshjes përpara stadiumit Air Albania. Para ndeshjes, skuadra serbe do të ketë një eskort speciale të forcave speciale. Qendra e qytetit përreth stadiumit do të bllokohet nga ora 3 pasdite dhe askush pa bilet apo akreditim nuk do të jetë në gjendje që të hyjë në stadium. Pajisjet e teknologjisë së fundit për njohjen e fytyrës janë instaluar në stadium dhe tribunat janë të mbuluara me kamera speciale, shkruhet në reportazhin e bërë nga ana e media serbe Informer rreth asaj që pritet të ndodhë në ndeshjen Shqipëri-Serbi, e cila është një finale për kuqezinjt, pasi vetëm fitoria na mban në lojë për të kualifikuar për herë të parë në historinë tonë në botror. Çdo rezultat tjetër do t'i jepte biletën Serbisë, vetëm matematika do të na mbante në lojë.